Doli që vajza ki shpirë diçka një helm, dhe kur kam dalë jashtë, ju them prindërve që vajza po merr frymë dhe është, ata vetëm po ulurisnin se mendonin të mbaruar. Njëherë kur e gjeta veten që po bëja diçka që nuk duhet bërë, që nuk po mbaja lotët përpara një vajze të bukur 14 vjeç që humbëm, mbaj mend s'kam për ta haruar kur që jati gjeti një fjalë të bukur për të më thënë: "Shefe, mos u mërzit, e kish bërë Zoti për vete. Mos u mërzit, ti bëre gjithçka." Ishte një vajzë 14 vjeçe që vërtet ishte pothuajse, domethënë me një oksigjenim që nuk e di se si jetoi dhe jetoi mirë. Ne përpiqemi t'i themi prindit atë që i themi, që po fëmia jot ka kancer, por ne do ta nisim këtë luftë me dëshirën dhe me bindjen që do ta fitojmë. Se e hapën dasmën duke thënë që këtu për neve është një njeri shumë i veçantë për jetën dhe familjen tonë. Ja, kështu është jeta jonë, me emocione të trishta, por dhe të bukura, nuk e di. Kështu është jeta në përgjithësi. Ju lutem, mos lejoni në asnjë mënyrë, me asnjë lloj çmimi t'ju blejnë shpirtin. Bëni atë që keni në mendje dhe në zemër, dhe e di që diku mund të jetë vështirë, sepse mund të ketë të bëjë me karrierën, por do ta vuani më shumë. Do fitoni ndoshta një vend pune më të mirë, por nuk do të flini të qetë natën.